Duke konsideruar konsideratat gjeopolitike mbi protestën në Tiranës dhe konfirmimin e generalit mirënjohur Wesley Clark për të dëshmuar në gjykatën e Hagës, jo vetëm në mbrojtje të bashkëluftëtarit të tij, presidentit Hashim Thaçi, por dhe luftës së drejtë të Shteteve të Bashkuara, NATO-s për çlimin e Kosovës. Pikë së pari ajo përbashkon dy ngjarje, protestën në Tiranës dhe dëshminë e generalit amerikan. Është qëllimi për lirimin e udhëheqësve të Kosovës, përkatësisht Hashim Thachit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit, të cilët nga çlirimtarë akuzohen cinikisht për krime luftës kundër njerëzimit para dhe gjatë luftës së 98-99. Por edhe pse dy ngjarje me qëllim të vetëm, të rëndësishme për cilësinë e organizimit, imazhet e mesazheve kombëtare ndërkombëtar që demonstrojnë para së gjithash përpeshën që mbartin për shlirimin e udhëheqëve të UÇK-s dhe aktualitetin e Kosovës moderne. Konkretisht, dëshmia më 29 nëntore generalit Wesley Clark nga cilësia ish komandanti suprem të NATO-s në Hagë ban një rëndësi kritike jo vetëm për shlirimin e ish presidentit Thaçi, por dhe për të nderuar luftën dhe bashkëluftëtarët amerikan të UÇK-s. Nëse jemi tek generali, për këtë do të interesuar, do sugjeruaj librin e tij The Time to Lead. Gjeni aty përmbledhje brillante mbi dinamikën e përballjes sy deri në gjunjëzimin e Miloševićit, kasapit Ballkanit. Gjithashtu duhet konsideruar përveç generalit Clark me autorizim nga qeveria e Shtetit Bashkuar, jo artësisht në mbrojtje presidentit Thaçi kanë dëshmuar ish ndihmë sekretari i shtetit James Rubin, këshilltar ligjor i delegacionit Kosovës në Rambuje, Paul Williams e tjerë, duke konfirmuar njëkohësisht qëndrimin e Shteteve të Bashkuara se lufta për çlirimin e Kosovës nuk ishte kurrësi krim. Thënë këtë, nënvizoj se Shtetet e Bashkuara jo rastësisht nuk kanë nënshkruar marrëveshje që asin e vendimet e gjykatës së Hagës.